Nga sot do të jetë hapur qarkullimi i automjeteve me 2 sensë në rrugën që lidh sheshin Perash me Parucën dhe Urën Derviçbeg. Bashkia Shkodër ka njoftuar se kjo masë është marrë me qëllim menaxhimin e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit në qytet. Nga sot ka hyrë në fuqi një masë e re për menaxhimin e trafikut në qytetin e Shkodrës. Bashkia Shkodër ka njoftuar se segmenti nga sheshi Perash drejt Parucës dhe në drejtim të kundërt përmes rrugës Ura Derviçbeg është tashmë i hapur për qarkullimin e automjeteve në të dyja senset. Sipas bashkisë, kjo masë është marrë në kuadër të planit për përmirësimin e qarkullimit dhe menaxhimin e fluksit të automjeteve, duke krijuar një tjetër alternativë lëvizjeje për drejtuesit që qarkullojnë në këtë zonë. Hapja e këtij segmenti synon të shpërndajë më mirë trafikun dhe të lehtësojë lëvizjen e automjeteve, veçanërisht në kushtet e fluksit të shtuar gjatë këtyre ditëve. Bashkia u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore, si dhe udhëzimet e strukturave përgjegjëse gjatë qarkullimit.